Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, këtë herë për të fokusuar të një lajm që në fakt ka ngritur pikpyetje të mëdha dhe ka ngritur vëmendje të madhe se çfarë po ndodh me Loredanën dhe me Josefin Markun. Janë në një lidhje, nuk janë në lidhje, kanë krijuar dinamika, po krijojnë gënjeshtra, po përdorin njëri tjetrin për reklam, çfarë po ndodhen me këtë lidhje dashurie. Tani lajmi është bërë publik që në momentin kur Loredana Brati, Jozin e quajti burin e saj të vitit 2025. Domethënë për këtë vit, Loredana tha që Jozin e ka burin tim. Loredana dhe Jozi, dy emrat më të komentuar të edicionit të fundit të Big Brother VIP Albania. Janë kthyer sërish në qendër të vëmendjes pas disa postimeve që ndjekësit kanë interpretuar si kunja të ndërsjellta ndaj ndarjes së tyre. Tani sipas ndjekësve, ndarja nuk ekziston fare, thjesht e kanë bërë për shikueshmëri, për klikime etj. Gjithçka nisi me një Instagram story nga Jozi, i cili publikoi një pjesë nga kënga e tij, Po shprehem, të shoqëruar me mbishkrimin lyp ku të duash se më të mirë s'u ngjen. Do me thënë një kunjë që si pas duket i ka shkuar Loredana Bratit, në këtë rast nga ana e Jozit. Ky mesazh u pa me njëherë si një thumë ndaj ish partneres së tij, veçanërisht pasi vetëm pak ditë më parë, Loredana kishte deklaruar në emisionin Shqipëria Live se Jozi ka qenë i vetmi partner që ka pasur gjatë këtij viti. Dhe tani Jozi ja kthen Loredanës me nofkën që ti kërko ku të duash, po më të mirë se unë nuk gjendo, dhe më thënë mund të kesh 10 gjatë gjithë vitit, por unë jam i veçantë. Por duket se reagimi i Loredanës nuk vonoi shumë. Vetëm pak orë pas postimit të Jozit, ajo publikoi një foto të re, e shoqëruar me një fjali që u lexua si përgjigje e drejtë për drejtë. Lojrat e tua tregojnë madhështinë time, të fala të dashurës. Ka qenë ky postimi i Loredanës. Siç duket, Loredana dhe Jozi po ngacmohen me kunja kundërdrejt njëri tjetrit. Ky mbishkrim shkaktoi menjëherë reagime të shumta në rrjetet sociale, ku ndjekësit e interpretuan si një mesazh të qartë, jo vetëm për Jozin, por edhe për partneren e tij aktuale, një vajzë jashtë botës së famës, për të cilën ai kishte folur shumë pak publikisht. Marrëdhënia mes Loredanës dhe Jozit, e cila lindi brenda shtëpisë së Big Brotherit, ka qenë shpesh në qendër të vëmendjes për shkak të dinamikës së tyre të fortë dhe përplasjeve të hapura. Edhe pse të ndarë prej kohësh, duket se historia mes tyre vazhdon të jetë me thumba. Tani është interesante në këtë mes, sepse Loredana i ka ca thumba kështu bombastike, që të bën të qeshësh, të fala të dashurës tënde, që ja bën domethënë Jozit, sepse sipas Loredanës, edhe Jozi nuk mund të gjen gocë më të mirë se Loredana, pasi që Loredana Jozin e quajti të dashurin e saj të vitit, domethënë djalin që ajo e fasionoi Loredanën. Jozi tha që ndoshta Jozi e ka marrë si pun komplimenti këtë, e ka marrë si tip krenarie, homi goce, nuk mund gjesh më të mirë se unë, e kupton? Mund të shkosh ku të duash, po mua nuk më gjen dot më të mirë. Unë mendoj që gjithmonë ekziston një më i mirë, por Loredana Brati, siç duket, e ka marrë me shumë sportivitet këtë lidhje, e ka marrë me shumë sportivitet këtë miqësinë e re me Don Gjonin, sepse këtu kemi edhe një ndërhyrje tjetër në këtë mes, dhe po ja kthen Jozit me stilin e shakas që i thot te i çunit të fala të dashurës. Domethënë ka mbetur një lloj inati dhe urrejtje që unë e shoh në këtë mes, qofsha dhe gabim, por unë e shoh që ka një lloj urrejtje, por është një lloj urrejtje që ka një lloj ironie brenda që realisht është interesante për ta dëgjuar, por shton edhe shumë kureshtje tek publiku shqiptar. Si e shikoni ju këtë marrëdhënie? E shikoni si një diçka të përfunduar, apo e shikoni një lojë që po bëhet për rrjete sociale nga ana e Loredanës edhe Jozit, apo thjesht është Loredana që tashmë ka bërë një nismë të re që mund të ndodhen, mund të jetë dhe Don Gjoni, nuk mund të anashkalojmë fare pa e menduar këtë, dhe Jozi siç duket ndjet xheloz dhe po ja gjuan thumbat Loredanës, por dhe Loredana nuk e lë pa e thumbuar. Dua të marr mendimin tuaj.